Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Pogradeci referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi një ditë më parë në spitalin e Pogradecit është paraqitur në gjendje të rëndë shëndetësore një 4 vjeçar i cili para pak ditësh duke luajtur me motrën e tij të mitur është goditur aksidentalisht me një gur. Pas ndihmës së marrë në spitalin e Pogradecit u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë për mjekim të specializuar. Në vijim të informacionit paraprak të dhënë një ditë më parë, ditën e premte për një aksident në aksin rrugor Korç Pogradeci pranë fshatit Vlorçisht Maliq bën me dije se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin RD, 26 vjeç, banues në fshatin Vlorçisht Maliq për veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Maliq referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin JD, 40 vjeç, banues në fshatin Libonik Maliq, pasi dyshohet se ka kanosur me fjalë një 41 vjeçar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Devoll referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin MK, 50 vjeç, banues në fshatin Vranish Devoll, pasi në banesën e nënës së tij në këtë fshat ka vendosur 2 kamera pa miratimin e saj.